Një ditë pas arratisjes spektakolare të Altin Docit nga spitali, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari ka shkarkuar drejtorin e këtij institucioni, Indrit Sërloj, e po ashtu është pezulluar nga detyra i gjithë zinxhiri komandues, ndërsa 8 zyrtarë të burgut të Durrësit janë vënë në pranga. Përveç shkarkimit të drejtorit, Lamallari ka kërkuar një plan të ri të vlerësimit të sigurisë dhe rishpërndarjes mbi bazën e rrezikshmërisë të dënuarve dhe të paraburgosurve, duke konsideruar edhe transferimin në burgje të tjera të sigurisë së lartë. Nga të dhënat e deritanishme bëhet e ditur se arratisja ka qenë e mirë menduar dhe hetimet janë përqendruar në gjetjen e bashkëpunëtorëve nga brenda burgut. Në lidhje me vizitën e planifikuar të tij tek reparti infektiv i spitalit, bëhet e ditur se është shkelur protokolli i sigurisë. Altin Doci është dërguar në spital vetëm nga 5 efektiv të burgut, bashkë me shoferin, ndërkohë që në momentin që drejtoi për tek reparti infektiv ka qenë pa pranga, në kundërshtim me rregulloren pasi duhet të ishte i prangosur për shkak të rrezikshmërisë. Vizita e Docit në spitalin rajonal ka qenë pesta në harkun kohor të 2 viteve të fundit, gjatë të cilave mendohet se ai e ka hartuar me kujdes skemën e arratisjes, e cila besohet se shkruar në bashkëpunim me persona të tjerë brenda dhe jashtë burgut. Pasi ka kërkuar të shkonte në tualet, befas gjatë shoqërimit ai ka goditur punonjësin e sigurisë, i cili ishte i vetëm dhe më pas doli me shpejtësi nga pavioni. Në parkim e priste një makinë Audi A7, targat e së cilës rezultojnë të jenë të denoncuara të vjedhura pak ditë më parë. Autorët që ndihmuan arratisjen e tij planifikuan me detaje planin në mënyrë që askush të mos dëshonte, pasi modeli makinës që u vodhën targat dhe makina që u përdor për arratisje është i njëjti model, tip Audi A7. 2 policët që po e shoqëronin e ndoqën deri jashtë ndërtesës, por nuk arritën ta ndalonin. Kjo foto tregon njërin prej policëve me armë në dorë, i cili qëlloi në ajër për të parandaluar arratimin e Docit, por pa sukses. Kamerat kanë fiksuar edhe momentin kur ai u largua drejt zonës së spitallit, më pas shfaqet në Shënavlazh duke vijuar në autostradë dhe dyshohet se ka hyrë në Tiranë. Kontrolle në kërkim të Docit janë kryer në disa zona të ndryshme në kryeqytet, në Astir, Don Bosco, Selit e të tjerë. Gjithashtu është kontrolluar edhe banesa e tij në Yzberisht, por familjarët kanë deklaruar se nuk kanë ndjeni për vendodhjen e tij. Si rruglidhse me Durrësin, kontrolle janë kryer gjithashtu edhe në rrugën e Ndroqit.